Përshëndetje nxënës të klasës së 8. Do të njihemi sot me njësinë mësimore llojet e diagrameve. Do me thënë do të shohim se cilat janë llojet e diagrameve. Si diagram ose lloj të parë të diagramit do të paraqesim diagramin e frekuencave, i cili paraqet numrin e vakteve të shitura në një restorant. Të paraqitur në grafikon ose në diagram duket kështu. Kemi frekuencat në shtyllën vertikale dhe në pjesën horizontale kemi numrin e vakteve të shitura. Si që shohim, ky diagram ka titull dhe titulli është diagrami i frekuencave i cili paraqet numrin e vakteve të shitura në restorant. Kemi shënim për secilin bosht. Kemi frekuencat në boshtin vertikal 0, 2, 4, 6, 8, 10 dhe në atë horizontal kemi numrin e vakteve, do me thënë 0 deri 90, 20 deri 39, 20 deri 59, 60 deri 79, 80 deri 99. Kemi pa shpërndarjen e vlerave në boshtet e frekuencave. Pra, si që thamë, në boshtin vertikal kemi frekuencat nga 0 deri në 20 dhe në boshtin horizontal kemi numrin e vakteve. Zbrazëtir ndërmjet shtyllave që është e barabartë. Si që shohim këtu, ndërmjet shtyllave kemi zbrazëtir të barabartë prej një katrori. Dhe kemi shënim për secilën shtyllë. Ja, kemi shënim 0 deri në 19 shtyllën e parë, e kështu me radhë deri në 80 deri në 99 në shtyllën e fundit. Si pjesë e dytë ose lloji i dytë i diagrameve paraqitet me një shembull tjetër. Shija e preferuar e akullores për fëmijë. Me thënë, akullorja e preferuar është vanile, dredhza, manafer dhe qershi. Për vanile janë 6 nxënës. 6 fëmijë, më falni. Dredhza janë 10 fëmijë, manafer 8 dhe qershi 6 fëmijë. I paraqitur në diagramin sektorial, tash lloji i dytë i diagramit, paraqitet kështu. Si që shihni, në diagramin sektorial kemi këndet. Për qershi kemi këndin prej 50 shkallëve, për manafer kemi këndin prej 60 shkallëve, për dredhës me të kuqe kemi 100 shkallë kënd dhe vanile 150 shkallë. Diagrami vijor në paraqitet si lloj i tretë i diagramit ose lloj tjetër, ku lartësia javore në paraqitet lartësia javore e lule diellit. I paraqitur në diagram, lartësia se si është rritur një lule dielli për disa javë, nga java e parë deri në javën e të 6 në centimetër, do me thënë nga 0 deri në 50 centimetër. Kjo me ngjyrë të kuqe paraqet rritjen e lule diellit në secilën javë deri në javën e 6. Me thënë, prej 15 cm deri në javën e 6 ka arrit lartësi prej 40 cm. Diagrami trung ose gjethe në paraqitet si lloj 4 i diagrameve dhe duket kështu. Kemi në trung disa vlera, që është 2, 3 dhe 4, kemi vijë ndarëse ndërmjet trungut dhe në pjesën tjetër kemi gjethet, që çdo herë fillojnë prej numrit më të vogël deri te numri më i madh. Është me rëndësi të përmendet se te diagrami trung gjethe kemi edhe qelsin. Lloji i qelsit ose qelsi për këtë diagram trung gjethe është 4 të shtatët që paraqet 47 minuta. Kjo ishte e gjitha që paraqitëm për llojin e diagrameve. Mësimin e keni në faqet 292 dhe 293, ku për ushtrime mund t'i merrni detyrat 1 dhe 2. Ju falenderoj për kujdesin dhe mirupafshim në prezentimet